Porti Durrësit hapi paraditën e kësaj të enjtje dyert në kuadër të ditës ndërkombëtare të detarisë 2025 me sloganin "See the Future", të shohim të ardhmen përmes detit. Qëllimi i kësaj dite është të sjellë në vëmendje rëndësinë e sektorit detar si një motor i zhvillimit ekonomik, por edhe si një fushë që ofron mundësi të reja punësimi, inovacioni dhe bashkëpunimit ndërkombëtar. Ky aktivitet bashkon profesionistë, institucione akademik, por dhe të rinj për të ndarë ide, për të diskutuar për sfidat dhe mundësitë e së ardhmes duke krijuar mes tyre ura bashkëpunimi, por njëkohësisht dhe të orientojmë gjeneratën e re që ta zgjedh detarin si një rrugë karriere. Përmes këtij aktiviteti, ne synojmë që detaria, duke qenë jo vetëm një motor zhvillimi ekonomik, social dhe teknologjik, ta paraqesim si një fushë perspektive për punësim, për inovacion dhe për bashkëpunim ndërkombëtar. Porti Durrësit vitet e fundit po i nënshtrohet investimeve të rëndësishme, të cilat konsistojnë në ndërtimin e portit të ri tregtar në Porto Romano dhe të marinës turistike. Lidhur me vizionin e zhvillimit të kompleksit portuar të Durrësit, foli drejtori i autoritetit portuar, Kreshnik Bayraktari. Vizioni i portit të Durrësit merr jetë mes dy projekteve madhore, të cilat shënojnë një epokë të re për portin dhe detarinë shqiptare, të cilat janë porti i tregtar i integruar në Porto Romano, i cili do të kthehet në një nyje logjistike me rëndësi të veçantë për gjithë rajonin dhe jo vetëm portin, vetëm për Durrësin. Si dhe projekti tjetër madhor është dhe projekti i marinës së jateve, i cili dhe me progresin e deri tanishëm premton transformimin të plotë të ballinës ujore të Durrësit turistik. Në ceremoninë e zhvilluar në ambientet e terminalit të tragedeve, të pranishmit patën mundësi të djegin panele diskutimi dhe prezantime mbi projekte strategjike të zhvillimit të portit.